kanë qenë duke diskutuar pra jashtë sallës së kuvendit për çështje në raport me koordinimin në mes tyre, por s'ka të bëj me mungesë të mbështetjes apo nuk ka të bëj kjo me si them shpërfaqje apo tregim të fuqisë politike sa i përket deputetëve të komunitetit jo shumicë ose të komuniteteve jo shumicë, çështja është kësaj. Votimi i djeshëm, siç e thash, nuk përbën apo nuk paraqet votim për qeveri, apo vot apo mbështetje ndaj qeverisë. Votimi i djeshëm ka qenë një votim i procedurës formale ku zakonisht të gjithë deputetët e kanë mbështetur. Po historiku e tregon që zakonisht pa dallim të gjitha subjektet parlamentare, gjitha grupet parlamentare, gjithë deputetët e kanë votuar sepse është çështje procedurale teknike ku deputeti deklarohet apo e pranon mandatin që ja ka dhënë populli. Pra, askush nuk e ka menduar që duhet të sigurohemi që gjithë jenë në sallë pa atë moment pra kur u hodh në votim kjo procedurë pra që ishte e formës procedurale dhe ishte si hap për të kaluar në hapjen e radhës pra drejt konstituimit të kuvendit. Pra nuk ka të bëj me shpërfaqje apo paraqitje të besimit apo mbështetjes për një rol të caktuar në krijimin e institucioneve, kjo ishte vetëm se si deputetët deklarohen. Sa i përket deputetëve pra të komuniteteve jo shumicë, për disa që atë moment nuk ishin në sallë, besoj që mund të drejtohen atyre, kanë qenë duke diskutuar pra jashtë sallës së kuvendit për çështje në raport me koordinimin në mes tyre, por s'ka të bëj me mungesë të mbështetjes apo nuk ka të bëj kjo me si them shpërfaqje apo tregim të fuqisë politike që do ta bërë.